Si e ke parë takimin e Trump Juniorit, dhe kanë fjalën për djalin e presidentit Donald Trump, me presidentin serb Aleksandar Vučić, takim në cilin përveshin pompozitetit jashtëzakonshëm, edhe disa soditjeve që të kujtojnë ato skenat e regjimeve komuniste që dalin ecën nëpër qytet, shikojnë qytetin duke i treguar njëri tjetrit vizionin e secilit. Kemi dhe një deklarate cila për mua është deklaratë jashtë mode, demode, jashtë stili dhe një deklarate rëndomt në cilën një akt ku mundsoi pavarësinë në një vendi ndaj cilit bëi genocid, të cilësohet si thjesht një akt i cili mbulovi një skandal seksual dhe bëhet fjalë për skandalin seksual ish presidentit Bill Clinton me zonjën Monica Lewinsky. Si e pek këtë fjalim dhe këtë deklaratë bombastike? Unë fakt për kuriozitetin tim intervista e kam kur të plot, që media në Shqipëri si thua nuk e ka kapur siç duhet ose e kanë nxjerrë fakt nga konteksti është që djali i presidentit nuk tha që arsyeja pse bombardimi i NATO-s në Serbi dhe në Kosovë ishte u bë për shkak të Levinskit, për shkak të skandalit Levinskit, por u tha thjesht që është bërë në tjetër kohë. Pra mund të lihet kuptohet po që nuk u tha shjeto, nuk u tha që bombardimi i NATO-s ndaj Serbisë u bë për të mbuluar skandalin Levinski. U tha po që është bërë në tjetër kohë me atë skandal. Çfarë kuptimi logjik ka në këtë kuptim, në këtë linjë pra? Cili është shpjegimi logjik? Pse u përmend në këtë kontekst? Sepse ka një sekt brenda politikës amerikane që është influencuar kuptohet nga lobi serb dhe që e ka nxjerrë të teori ku për të delegitimuar sulmin e NATO-s në Serbisë ka nxjerrë teorinë që është bërë vetëm për të mbuluar apo për të hequr vëmendjen nga skandali i presidentit atëhershëm Bill Clinton me Monica Lewinsky. Sidoqoftë Don Junior, djali i presidentit, nuk e ka thënë shjeto ashtu, nuk e ka thënë përse ashtu, megjithatë mund të lihej të kuptohej dhe sigurisht që nëse unë do isha vetë në vendin e Don Junior, do ta shmangja duke ditur historinë dhe duke ditur faktin që bombardimi i Serbisë nga NATO erdhi si pasojë një tentative për gjenocid të regjimit të Slobodan Miloševićit në Kosovë dhe asaj që qartësisht konsiderohej nga Kofi Anani, sekretari i përgjithshëm e Kombeve Bashkuara në atë kohë, si spastrim etnik, një fushat masive spastrimit etnik. Sigurisht që është një deklaratë që çdo shqiptari nuk i lë shihet të mirë, nga ana tjetër mendoj që është një këmbën alarmi për faktorin shqiptar në Ballkan që duhet të zgjohet dhe duhet menjëherë të lidhë relata të mira me administratën Trump, siç do unë shkrova një prej shkrimeve të mia në Facebook. Mendoj që Kurti shumë larg me administratën Trump, kjo ka qenë edhe gjatë mandatit të parë të Trumpit dhe Kurti duhet të bëjë çdo gjë që të ketë mundësi ta mbyllë të largesë. Para se të shkojmë tek Kurti. Jam dakord, do merremi dhe me atë çështje dhe me qasjen që do ketë qeveria e re e Kosovës në raport me dialogun me Serbinë dhe sidomos në partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por dua të rri pak te kjo bisedë e zotit Trump Junior me Aleksandar Vučićin. Mund të thuash cila ka qenë pjesa më pikante, pra esenca e bisedës, duke qenë se ke ndikur të plot, në cilën ti mendon që aty ka qenë pika ku duhet kemi pasur vëmendje dhe cila ka pasur rëndësi dhe që përbën interes. Për te këtyre lollove që ti cilëson si kontekste të caktuara që nuk kanë një thelb ose një esencë në raport me takimin ose me bisedën. Kush ka qenë për ty pika kulminante e podcastit? Mendoj që ka qenë dy pika. E para ka qenë një hyrje përpara intervistës. Pra përpara intervistës Don Junior ka bërë një hyrje për historinë e Serbisë dhe rolin që Kosova ka pas gjatë kësaj historie dhe ka përmendur dhe bombardimin e NATO-s në 1999. Për mua ajo është pikë kyçe sepse ajo ka si thua tërhequr edhe më shumë vëmendje nga ne si shqiptar. Ndërkohë që pika e dytë pastaj ka qenë fakt një bisedë, gjatë bisedës me Vučićin, ku është folur për si thua hipokrizinë sipas Vučićit të Bashkimit Evropian në lidhje me qëndrimin që vendet e Bashkimit Evropian kanë mbajtur ndaj integritetit territorial të Ukrainës dhe qëndrimit komplet tjetër që vendet e Bashkimit Evropian kanë mbajtur ndaj integritetit territorial të Serbisë. Mos harrojmë që pala serbe në ndryshim nga çfarë ne mendojmë që Serbia në fakt duhet ta konsideronte veten të ngjashme me Rusinë, pala serbe e konsideron veten të ngjashme me Ukrainën më shumë, sepse ka bërë si thua ka përhapur idenë që
siç integriteti territorial i Ukrainës u thye në 2022, ashtu është thyer integriteti territorial i Serbisë në 1999 nga NATO. Pra ka përhapur si thosh të propagandë, ka bërë këtë paralelizëm. Dhe Don Junior si thosh komunikoi me Vučić në lidhje me foli me Vučić për këtë analizë, për këtë tematik dhe si thosh pati një thumbim të gjatë të vendeve të Bashkimit Evropian. Aty shiko, kjo ka të bëjë dhe me përplasjen e po shohim sot në botë midis sovranizmit të republikanëve në Amerikë dhe globalizmit të si thosh partive që qeverisin në Europën sot. Kjo është një përballje në fakt që ka si thosh sjell një ndasi shumë të madhe midis aleatëve në Perëndim dhe që është një përballje që ne të gjithë e prisim të ndodhe. Kjo si thosh u vu në dukje edhe gjatë bisedës së Don Juniorit me presidentin Vučić. Dhe qartë. Dhe analiza hollë dhe racionale më pëlqen. Ndërkohë, zoti Grenell ditën e djeshme ka bërë një ripostim të statusit ose të deklaratës së zotit Rama, në të cilin ai shprehet kundër gjykatës speciale të Hagës dhe shprehet kundër situatës aktuale në të cilën babaja Hashim Thaçit i ndiri ka ndruar jetë dhe shpirti u pret në paqe dhe ngushëllimet tona shkojnë për ta. Ka ripostuar këtë deklaratë në cilën po ai gjithashtu shpreh mbështetje politike për zotin Thaçi dhe shpreh kundër gjyqit i cili po i ndodh atij. Në një lloj forme kjo është dhe një mbështetje indirekte për LDK-n sot dhe është kundër vetvendosjes, pasi pak më herët zoti Grenell është shprehur që Albin Kurti nuk është një aleat i besueshëm dhe nuk është një partner i besueshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e shikoni ripostimin e kësaj deklarate dhe raporti i saj, i cila ka ndodhur në një moment në cilin djali i presidentit të 47 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndodhet në vizitë dhe në takim me Vučićin. Shumë dakord jam marrësit me analizën tënde, duke ditur që Republika e Kosovës është një shtet i krijuar nga amerikanët. Amerikanët kanë bërë të qartë që ka faktor politik në Kosovë me cilat ata janë të gatshëm të punojnë, ka dhe faktor politik në Kosovë me cilat ata nuk janë gatshëm të punojnë. Nëse për shembull në Shqipëri për disa vite tani më, Edi Rama ka qenë i përzgjedhur i amerikanëve dhe mund të i hyjmë arsye sepse në Kosovë PDK dhe LDK ka qenë gjithmonë të përzgjedhur të amerikanëve dhe vetvendosja është konsideruar gjithmonë si një parti ekstremiste. Kjo edhe për shkak të binjeve të majta të ekstreme të LDK-s, të vetvendosjes, të disa faksione të vetvendosjes, por dhe për shkak të politikave më anti-amerikane të Kurtit. Dhe kjo ka bërë që të preferuarit e amerikanëve në Kosovë të jenë gjithmonë ata që janë krahun tjetër të vetvendosjes. Prandaj dishej një mbështetje të Richard Grenellit, republikan Richard Grenell ndaj Hashim Thaçit dhe si thua faktorët politik që identifikohet me Hashim Thaçin në Kosovë. Thënë kjo, për mua kjo është një tip politike balancimit të pushtetit, pra njërë në ata japin një dorë aleatit të tyre Vučić, dhe u thonë ne jemi me ty, gjatë tyre protestave që po ndodhin, sepse Vučić është praktikisht pranë rrëzimit, dhe duhet dora amerikane. Nga ana tjetër, i zgjat dorën ndaj aleatëve shqiptar në Kosovë, duke thënë që shiko Kosova është e pavarur, nuk rrezikohet pavarësia juaj, po mund të rrezikohet nëse ju nuk hiqni Kurtin. Një gjë tjetër që unë do doja të shtoja është që kryeprokurori që ka nisur akuzat dhe ka bërë një hetim të thellë mbi 4 ushtarët e UÇK-s që sot janë në Hag, është Jack Smith. Jack Smith në fakt ka një histori të gjatë me presidentin Trump sepse është kryeprokurori i një prej rasteve ku presidenti Trump, një prej rasteve gjyqësor ku presidenti Trump ka më shumë akuza. Dhe si thua në një farë mënyre po goditet Jack Smithi edhe duke i dhënë një dorë Kosovës, duke ndihmuar Kosovën dhe duke ndihmuar të akuzuarin e Kosovës, që është Hashim Thaçi, duke thënë që është akuzuar nga Jack Smithi. Pra, por që unë mendoj që konteksti kryesor është gjeopolitik, domethënë po kërkohet mbështetja e faktorit jo Kurti në Kosovë. E qartë. Ruel, do zhvendosemi pak nga situata se që ndodhë në Serbi dhe Sindikon në Kosovë dhe në gjykatën speciale,
në atë që pritet të jetë qeveria e re e Kosovës, cilën shikon si koalicion të mundshëm, pra cilën bashkim forcash, cilën koalicion me disvetvendosës dhe kujt, pasi unë jam kundër një koalicioni me bazë të gjerë, në cilin vetëvendosja të jetë në opozitë për shkak se para njëherë vetëvendosja ka marrë pjesë më të madhe të votave, duke u afruar 50+1%, domethënë është në raport të përqindjeve shumë herë më pak se sa partitë e tjera, dhe gjithashtu mendoj që çdo qeveri tjetër me koalicion me bazë të gjerë me vetëvendosje në opozitë, edhe për shkak votës të mërgatës, po edhe për shkak të zgjedhjes së presidentit Maseviti, do ishte një hap drejt zgjedhjeve të parakohshme, rrëzimit të qeverisë, po gjithashtu do ishte edhe një parafajësi shumë e dobët e Kosovës në dialogun e saj me Serbinë. E kuptoj. Shiko, të dyja partitë opozitare, si PDK, si LDK, në fakt ideologjikisht janë ndryshme nga vetëvendosja. PDK dikur ka qenë partia e majt, bëri një ndryshim mbas largimit të Thaçit, do ktheni një parti si thosh libertariane më konservatore. LDK-ja patjetër parti historikisht e djathtë themeluar nga qendrëstari Ibrahim Rugova. Kështu që ideologjikisht vetëvendosja, që është një parti mos socialdemokrate, ndoshta disa e quajnë konsiderojnë ekstrem të majt, nuk ka asgjë të përbashkët me PDK-n dhe LDK-n, dhe historia zgjedhjeve në Kosovë na ka treguar që në ndryshim nga Shqipëria, ku ka pazare të cilat tekalojnë linjat e diferencat ideologjike të partive, në Kosovë partitë janë më parimore. Dhe kjo gjithmonë ka çuar në zgjedhjet parakohshme, ka çuar në raundet dyta etj. Sidoqoftë, unë shoh një koalicion vetëvendosje PDK më të mundshëm se sa një koalicion në vetëvendosje LDK. Thënë kjo, mundësia një koalicioni vetëvendosje lista serbe është kuptohet zero, pra nuk do ndodh kjo gjë, nuk ka se të ndodhi. Po që është vështirë të thuaj, unë nuk presh edhe një raund të dytë zgjedhjesh në Kosovë, për të parë kush është fituesi real i zgjedhjeve, sepse diferenca ideologjike midis vetëvendosjes dhe partive të tjera janë të dukshme. Kanë qenë gjithmonë, domethënë. Jam dakord me ty. Dhe do shikojmë se si do ndodhin këto zhvillime dhe do jemi bashkërisht për të diskutuar ato rreth. Pasi mendoj që dhe analiza dhe perspektiva e një të riu siç je ti, një të riu siç jam unë, dhe sa më shumë analizëve të rinj, të cilët janë të rifreskuar nga memoriet dhe nga precedentet e vjetër që i përkasin një linje të vjetër të bërit politik, që i besojnë se politika statike vetëm tek forcat e vjetra politike. Unë mendoj që është një realitet i cili duhet të hedhur poshtë dhe duhet braktisur, por do ja lëm kohës. Do vim pak tek situata e aktualitetit politik në Shqipëri, pasi është një çështje në cilën mendoj që është me interes, duke që se ka një zhvillim të jashtëzakonshëm. Është goxha dinamike situata këtu Ruel, dhe besoj që e ke ndjekur, dhe ndjenin time unë e di që ti e ndjek sepse je goxha interesuar, dhe ke shprehur dhe kënaqësi për një të ardhmen të afërt që të jesh i angazhuar politikisht. Si e shikon aktualitetin dhe po e filloj me lënien në fuqi të masës së sigurimit nga gjykata e apelit, pra nga GK-ja, nga gjyqtari Ergirt Pëllumbi për zotin Veliej, i cili është lënë në burg, arrest burg pa afat, ndërkohë që jemi në prag zgjedhjesh. Mendon që kjo do të dëmtojë Partinë Socialiste apo është një arrestim i cili tek Edi Rama nuk ndikon dhe si duket ekipi i tij dhe flota e tij vazhdon të lundrojë dhe të shkojë drejt fitores? Ka ndikuar. Unë mendoj që sondazhet e fundit që ne pam, do pa një sondazh të barometrit së fundit që tregoi që Partia Socialiste ka një rënje me 3-4%. Tani është kjo për shkak të Veliajt, apo është kjo për shkak të një konsumi të pushtetit? Këtë mund t'ja lëm analistëve dhe mund t'ja lëm studiozëve. Unë mendoj që ka të bëjë shumë me zotin Veliaj, mos harrojmë që zoti Veliaj është një numri 2 asaj partie, njeriu më i afërt për të marrë vendin e Edi Ramës. Fakti që vetë në ndryshim nga figurat e tjera politike që zoti Rama i lëshoi, pra i tha hëngshin kokën e vet, ky është i korruptuar, këti tjetër do ja kisha bërë më keq etj. Me zotin Veliaj, zoti Rama pati një tjetër qasje, duke ditur që e ka numrin 2 të partisë politikisht, dhe nëse lë atë, rrezikohet dhe vet. Domethënë, nëse si thua rrezikohet koka princit, mund të rrezikohet edhe koka mbretit. Këtë logjika pas Edi Rama. Dhe jo më kot nuk e ka lënë Veliajin pa suport politik, nga ana tjetër është ajo që thua ti që do të ndikojë shumë dhe në fushat. Sigurisht që sipas ato sondazhe që tregojnë një rënje të PS-s, tregojnë që PS-ja vjen të merret forcë parë. Unë jam i bindur që për herë të parë që nga viti 2013 ne nuk do kemi një shumicë parti me shumicë mbi 71 deputet.
dhe duke ditur që forcat e reja politike, të paktën në dijenin time, kanë refuzuar në mënyrë kategorike koalicionin me njërin prej partive të mëdha apo një prej koalicioneve të mëdha, Shqipëria do shkojë te zgjedhjet parakoshme, domethënë te zgjedhjet me raund me zgjedhjet parakoshme me raund të dytë. Domethënë ti do kesh zgjedhje të dyta mbas 11 majit për të formuar qeveria. Ky është mendimi im. Po që për të ardhur edhe një herë për të përgjigjur pyetjes tënde fillestare, Velia e ka ndikuar ke rënja e Partisë Socialiste dhe mendoj që lënia në fuqi e vendimit të SPAK-ut është për mua është vendim juridik, nuk është vendim politik. Arrestimi i zotit Velia për mua është vendim politik, sepse duke ditur që SPAK-u merrte shumë para nga USAID-i, prerja e fondeve të USAID-it i ka dhënë si thua një mesazh prokurorëve të SPAK-ut që ata duhet nxitojnë. Dhe prandaj arrestimi i Velias u bë ashtu domethënë. Shikojmë edhe listat e reja politike, duke qenë se jemi pra në kontekstin arrestimeve në raport me fushatën dhe me zgjedhjet e ardhshme. Kemi shpalljen e listave të reja nga Partia Socialiste, Partia Demokratike, por gjithashtu dhe nga forcat e reja politike. Tash duhet të analizojmë shkurtimisht secilën nga listat. Ti si një ri që ndjek politikën, ndjek gjeopolitikën dhe mund të bësh edhe një krahasim madje mbi realitetin politik jashtë dhe se ku ndodhet aktualiteti politik në Shqipëri. E fillojmë me atë që duhet ishte shpresa e shqiptarëve, dhe këtu më ardhen Laçivita se kanë shpalosur edhe si Make Albania Great Again, Shqipëri madhështore, ndërkohë që Shqipëria prit vërtetës, dhe këta nuk është se duan Shqipërinë më shumë se ne, pavarësisht këtyre frazave, i thonë këto fraza madhështore për të përfituar prej Shqipërisë, jo se realisht do e bëjë Shqipërinë aq madhështore, nuk është se Shqipëria është në një fuqi qoftë në kontekstin me fqinjët, pra që të ketë një dominantë ose supremaci ekonomike, të ketë një fuqi të madhe ushtarake, ose të ketë një prodhimtari madhrash dhe produktesh për të shkak të cilave të krijojnë ndërvarësi këto vende që janë rrotullesh me Shqipërinë. Ekonomia nuk është se ka pasur ndonjë bum dhe nuk është se kemi ndonjë shpresë se këtu do ndodhi ndonjë bum i madh ekonomik në të cilin do jetojmë gjithë si në Dubai. Dhe vjen ky program, dhe mirë që vjen ky program, që është para rendës dhe unë prisa që këtë program nuk e di, po duhet gjesh talente politike që t'i afrohesh e më të realizosh. Pash listën në Ruel dhe kur pash Flamur Nokën, Albana Vokshin, Edi Palokën, Luciano Boçin, Bujar Leskajn, Oert Bylukbashin, Gaz Bardhin, Jorita Tabakun, thash, po këta kanë qenë këtu, ka këto 12 vjetë dhe mos më shumë këta këtu ishin. Dhe Partia Demokratike ka fituar vetëm duke humbur. Madje këta kanë qenë njëjti ekip në 2021 përveç se kanë ndryshuar vendet. Dhe diush më e bukura, pavarësisht që u shitën si shpresë, antarët e departamentit Brain Gain, edhe shumë aktivistë të tjerë të rinj, por edhe disa që ishin potenciale të reja, ose u lanë në lista hapur, ose deklaruan që kanë pranuar mos jenë pjesë e listave, sepse do e suportojnë Partinë Demokratike nga poshtë, jo duke qenë ofertë politike. Dhe kjo mua më duket një absurditet, një inkoherencë e madhe, dhe ajo që e di çfarë më bën përshtypje, është që ka personazhe aty si doktori Lira Ali Mehmeti e tjerë, të cilët i ndodhi njëti precedent për herë të dytë të tretë, nuk flasin. Herën e parë u detyruan të japin dorëheqje nga primaret. Kësaj radhe dalin në primare mirë, Zvenas në listë mbyllur, vjen listë hapur. Janë këta oferta politike e magës shqiptare të udhëhequr nga doktor Çivitaja dhe doktor Berisha? Si e shikon ti? Sigurisht jo. Unë mendoj që kjo zgjedhje e Shqipërisë madhështore si slogan politik për të replikuar pra magën Make America Great Again është thjesht taktik qesharake, sepse siç e the edhe vetë Shqipëria nuk është se ka qenë herë fuqi apo superfuqi ballkanike apo europiane që ti do rikthesh Shqipërinë ke madhështia. Po. Pastaj që se ti do të mendojnë që Shqipëria ka qenë madhështore 2005-2013 dhe këta duan ta kthejnë Shqipërinë ka ajo madhështia sa kohë mos u kthefshim në atë madhështi, sepse dihet që ajo ka qenë një periudhë që nuk ka asnjë madhështie ka në shtet shkatrim, ka ca arritje të vogla që nuk janë për të fshirë nga librat e historisë, por që është një periudhë historike e karakterizuar nga shtet shkatrimi dhe nga korrupsioni. Pra nuk ka asgjë për të kujtuar në atë periudhë. Bëri një analizë shumë të drejtë Marsit. Unë bie dakord 100% me ty. Domethënë, të thuash që kam bërë primare, edhe dalin rezultatet e primareve.
fosilet politike të partisë nuk marrin asnjë vot dhe janë po ato fosile politike të cilat vijnë në lista të mbyllura dhe kryesojnë qarqet. Kjo është një tallje e madhe me votuesin demokrat. Është një tallje e madhe me të djathtën në Shqipëri, është një tallje e madhe me ata të rinj, siç përmendet ti që ata kanë ke brain gaini. Djem dhe vajza shumë të edukuar, me shumë integritet, një pjesë e madhe e tyre, por që nuk kanë vend në atë parti sepse ajo është kapur në fakt nga një grup njerëzish që e kanë vendosur ta mbajnë deri në vdekje. Domethënë do ta mbajnë atë parti derisa ajo parti të mos ketë më kapital politik fare. Po, e di çfarë kujton mua, kujton kohën, fal Ruel, vetëm i fali. Më kujton vitet 90-91, kur ishte rënja e murit Berlinit, tendenca e kohës ishte ngarën e sistemeve komuniste në çdo vend drejt demokracive, dhe këtu Adil Çarçani, Ramiz Alia, Skënder Xhinushin atë kohë ka qenë, dhe vazhdon të njëjtë sot nga kanë kryetari Akademisë Shkencave, po dhe një sër figurash tjera publike e mbanin fort sistemin komunist mbi supe, duke folur akoma për njeriu në ri socialist. Këtu, në një kontekst kohor tjetër, shikojmë në puncat Adil Çarçanët e rinj, do i them Adil Nokën, Adil Vokshin, Adil Spahon, Adil Bylykbashin, që vazhdojnë e mbajnë fort makinerinë e cila duhet ishte makineria që shon drejt fitores dhe vazhdojnë flasin për Shqipërinë madhështore njësoj si shfitën në vitet 91 për njeriu në ri socialist, njeriu në ri komunist. Të bën përshtypje të shokon kur e ndjek nga SBA këtë realitetet që ti që njeh mjaft mirë aty kontekstin për cilën shton Maga dhe kur shikon këtë akt qesharak të këtij konteksti Maga këtu në Shqipëri. Më shqetëson patjetër dhe siç e the ti, ka ca individ aty, ti përmendë shumë mirë emra, të cilët në fakt janë të pavotueshëm, për shkak se nuk profesionalizojnë asgjë politik dhe profesionalisht mendojnë skenat të turpshme të dhunës, të sharjes, të ofendimeve, të bllokimeve të seancave parlamentare, një lloj opozitarizmi që nuk e ka çuar opozitën përpara dhe një lloj opozitarizmi që vetëm se e ka zgjat jetën pushtetit e Edi Ramës. Ka dy arsye pse Partia Demokratike është aty ku është sot. E para njerëz, ata njerëzit pak kurajoz, pra njerëzit me integritet, përmendet doktor Ali Mehmetin me të drejtë, nuk kanë fuqi, pra janë praktikisht shumë të marginalizuar në atë parti, dhe duke ditë që nuk kanë fuqi, presin sa tiki doktorit totalisht, të kenë mundësi ndoshta të realisht ta ngrinë zërin. Dhe e dyta, si thua, njerëzit në oborin e Sali Berishës, për emrat që ti përmendë, janë shumë të fuqishëm brenda partisë dhe por interesin e vet personal e kanë kapur, nuk e lën të marrë frymë. Për shembull, po çosh Partinë Socialiste, është një parti autokratike, por Edi Rama po lejon qarkullim të elitave politike. Pra ti ke të rinj pafund në PS, qoftë në ministra, qoftë në ministra, qoftë deputet, të cilët janë futur. Dhe po si thua, po ri qarkullin e lidhën politike brenda Partisë Socialiste. Dhe kjo PS-s do ti dua unë, i ka dhënë gjatësi. Kjo nuk ka ndodhur në PD. Domethënë në PD vijojnë të njëjtat emra, domethënë ti e the vetë që nga 2021 mungon vetëm Luli, domethënë i vetmi që mungon është Lulzim Basha dhe janë fix lista 2021-shit. Fix lista 2017-s. Domethënë nuk ka asnjë qarkullim të elitave politike, pavarësisht se u bën primaret. Pastaj programi politik. E di çka kam menduar Ruel? Më fal, se dua të ndryj sepse më shjon zakonisht edhe diskutimi dialogu me ty. Pa problem. Mos këta e kanë dashur Sali Berishën miku im vetëm për të patur një gjenerim dhe rigjenerim të tyre, pra do të thënë për të hedhur fajin nga vetja te Luli, u bën me Berishën në mënyrë që të kishte mundësi të ishin akoma aty. Se përndryshe do të mbanin përgjegjësi edhe këta. Ta çfarë bën? Përndryshe ata nuk Nokat, Palokat dhe Nocorokat me radhë. Këta thanë gjithë dhe ka fajin Luli na mbajti në opozit, Luli na shiti partinë, ndërkohë që realiteti po tregon që e pas kanë shitur këta më Ruel, nuk e ka pas fajin Luli vlla. Është një realitet, se kjo është çudia këtu, është i parë komplet një dimension gabim. Pas kanë qenë këta. Sidomos njëherë kur kanë parë para pak ditësh, më saktë ditën e shtunë, Flamur Nokën që shkonte në një protestë me një Range Rover të 2021-shit a 2022-shit, i veshur firmato dhe që i fliste gazetarëve njësoj si kur ishte Kanye West që i flet këtyre gazetarëve në tapet në kush kur jepen këto çmimet e festivalit Grammy Awards, kam thënë këtu ka një gjë që nuk shkon se s'është e mundur. Po prandaj ajo parti është e pavotueshme nga shumica e njerëzve sepse e ka përdorur opozitarizmin për të bërë para, domethënë e ka përdorur opozitarizmin për të fuqizuar
financiarisht dhe ne e di mjaft mirë që në çdo moment kur Partia Demokratike dhe elita e saj ka patë volitshme të bëjë marrëveshje me PS-n ka bërë. Nuk ka qenë asnjëherë opozitë koherente. Dhe nga ana tjetër, aty lufta mendoj unë është që kur të largohet përfundimisht doktori, kush do marrë partinë. Dhe zoti Noka që ti përmend është kontenderi kryesor, domethënë ai ëndra thjesht marrë PD-n, bëhet kryetari PD-s. Dua të jesh një përgjigje me inteligjencën dhe intelektin tënd, të gjithë atyre që thonë që po, shumë mirë që zoti Noka dhe zonja Vogës janë aty sepse ishin besnik të Berishës dhe ky akt besnikërie duhet shpërblehet. Besnikëria është gjë e rrallë. Ç'a besnikërie këtu më duket komplet gjë tjetër, s'është besnikërie, është servilizëm, po ti si e gjykon? Çfarë përgjigje ke për këta njerëz me këtë nivel intelekti të cilët mendojnë që të rish njeriu, qoftë edhe nëse të çojnë drejt humbjes, të rish besnik është një akt i madh sublim që duhet shpërblehesh. Je dakord me këta ose si e gjykon këtë qendrim? Në parti politike, sidomos në një shtet si ne që duam të demokratizohemi dhe më tej, nuk është çështje besnikërie, është çështje votash. Pra, besnikëria është e rëndësishme, por nëse dy individ janë besnik dhe nuk kanë votat, siç ata nuk i kanë, dhe prandaj janë vendosur në listë të mbyllur, nuk ka sens. Pra, ti duhet të vësh në lista individ të cilët kanë marrë vota të primare, domethënë ky është gjithë thelbi të bërit primare. Dhe nga ana tjetër, siç e the ti, dhe në aspektin pragmatik, ata individ që kanë qenë besnik ndaj Sali Berishës i kanë dhënë këshilla shumë të këqija. Dhe kanë afirmuar një regjim autokratik të Sali Berishës në parti dhe në kohë kanë qenë Lulzim Basha, se sipas mendimit tim dhe ne këtu mund mos bien dakord, Lulzim Basha ka qenë prestanor me Saliut në udhëheqjen e PD-s, por edhe më pas, edhe kur Lulzim Basha largua, si thua, ata kanë afirmuar një regjim autokratik të Sali Berishës, ku fjala ndryshe në atë parti konsiderohej kapje nga Rama, konsiderohej kapje nga Sorosi, konsiderohej dashakeqësinë e opozitës, dhe jo më kot në fakt po të shohësh, Partia Demokratike ka krijuar aq shumë spin-offe, pra aq shumë nën parti, aq shumë nën qeliza, që janë kthyer në parti të reja, sa që të tregon sa shumë përçarje dhe sa shumë mungesë dakordësie ka ekzistuar në atë parti. Domethënë ti ke partinë e Lulzim Bashës, Demokratët e Euroatlantik, ke Djathtas 1912, ke partinë e zotit Sheaj, Mundësia, ke një ish faksion që është ish bashku Shqipërisë bëhet, domethënë ke të paktën 4 ish faksione brenda Partisë Demokratike që janë kthyer në parti të reja. Kjo nuk shihet as si forcë të pas se shkojmë tek partitë e reja. Vetëm një gjë, se lista e Partisë Socialiste është një listë që në qendrimin tim ka aty brenda mashtrues patologjik, njerëz me probleme të raportit me realitetin, që flasin sikur këtu po ndodh ndonjë reformim i madh edhe ata, njerëz të cilët janë aty vetëm për shkak se din të kuptojnë ritmin e Edi Ramës dhe din ta ndjekin atë për qenë servil të tij, dhe pastaj ka një tufe unukësh, gras të frustruara, burrash të frustruar dhe të shtypur, njerëz me probleme dhe me precedent penal të cilët i kamuflojnë dhe i shesin si CV të ndritura dhe të shkëlqyera, dhe njerëz mediokër, siç është ministri i drejtësisë dhe shumë ministra të tjerë, të cilët kanë qenë pjesë e sistemeve të ndryshme, siç është dhe sistemi i drejtësisë, dihet kush janë dhe sot janë atë listë. Unë e mendoj humbje kohe që kjo listë të merret dhe të shqyrtohet, që shikohesh ky është ai. Mendoj që edhe aty kemi, siç është Adil Noka këtu, aty është Adil Spiropali, është Adil Manastirliu, është Adil Manja, Adil Xhafa, nuk është se janë pasqyrimi njëra tjetrës. Dhe në këtë formë nuk mendoj se kanë nevojë për ndonjë shqyrtim të madh. Ajo që mua më shqetëson është që dhe kjo partia Shqipëria bëhet e zotit Lapaj, e cila na foli për politikë të re, për frymë të re, për figura të reja, të marrësh një person si Dashnor Sula, i cili është parë stadiumeve me kobure mbrez, që rrin të arbitra, i cili po ashtu është vetë një fosil i politikës vjetër, dhe thjesht për çështje votash, ta kërkosh ta futesh në parti, unë besoj që nesër po ti duhet ai bën aleancë edhe me Edi Ramën e Sali Berishën, e ta them si që ishte qendrim. Domethënë ka qenë një autogol, votimi dhe ftesa, dhe më pas dhe mënyra se kështu është, kur do të bësh një gjë të keqe do bësh pis, edhe po duash të shpëtosh. Dash Sula sot deklaron që ata janë zgjatimi i Sali Berishës, për shkak se nuk kanë dakord për familjarët që duhet të fusin te lista mbyllur, se ndjenin tim me zoti Sula ka kërkuar që të vej vajzën e tij, në mënyrë që nëse marr mandatin të kem dhënë garancinë një familjarit timin që do japi dorëheqje,
dhe kjo gjë s'është pranuar nga anëtarët nga kryesia e lëvizjes Shqipëria Bëhet, dhe kjo është arsyeja pse nuk urdhëra një dakordsi, dhe gjithashtu vej re që ku shikoj kështu deklarata që merren nga 45 milion lek për vendime, regjistrimi prona etj. Vallai këto fatura, unë kam punuar dhe me avokat me emër që kanë gati 30 vite eksperiencë avokatie, ndonjë avokat i cili merr 30 milion lekë ose 45 milion lekë për regjistrimin e një prone, unë ruajt nuk kam parë. Shiko, unë do ta nis nga pika parë që ti përmende në lidhje me zotin Sula, domethënë unë nuk mendoj që deklaratat e zotit Sula janë për të marrë seriozisht se Dash Sula është personazh qesharak. Duke qenë qesharak s'do ta kishte marrë fare në parti. E drejt, jam dakord me ty. Këtu bie dhe madje nëse do ta dish, unë nuk jam pjesë e antarësisë aktive, por kam shumë miq në antarësinë aktive dhe është bërë një debat i madh dhe ka pas pakanësi të mëdha dhe ka qenë një për arsye pse është tërhequr nga ai vendim si në një urin time. Është pakanësia e madhe që antarësia Shqipëria Bëhet ka pasur në lidhje me, si thua, futje në lista të një fosili politik si zoti Sula, një individi që s'ka asgjë për t'i ofruar politikës së re. Thënë kjo, mendoj që ti ke të drejtë ke pika parë që ishte gabim. Ishte gabim dhe çdo parti politike edhe e bën gabime. Pra parti politike nuk janë të pagabueshme. Unë mendoj që fakti që u bua ai gabim nuk duhet të na çojë në përfundimin logjik se partia Shqipëria Bëhet apo Nisma Shqipëria Bëhet koalicioni do ishte i gatshëm të bënte koalicion me PD-n apo me PS-n. Kjo nuk ka për të ndodhur dhe arsyet janë të qarta, shton disa herë. Dhe një për arsyeve është qasja që për shembull PD-ja kanë lidhje me drejtsinë, pra po dhe PS-ja së fundmi, pra antidrejtësi, ndërkohë që Nisma Shqipëria Bëhet është në mbështetje të hapur të SPAK-ut dhe të institucioneve të reja të drejtësisë. Pra unë bie dakord me ty në pikën e parë, po nuk mendoj që është drejt ta çojmë logjikën në ekstremitet dhe të prezumojmë tani që këta janë të gatshëm të bëjnë koalicion me PS-n dhe me PD-n. Një gjë tjetër që më doja të thosha, që ti e përmendë ke pjesa e listave, unë mendoj që partitë e reja, më saktë Shqipëria Bëhet dhe Nisma Thurje kanë vënë mendoj një standard shumë të mirë, të ri, që është ai standardi i listave 100% hapura. Duke qenë që ligji ka 1/3 do të jenë lista të mbyllura, 2/3 do të jenë lista të hapura, këta kanë vendosur prindrit, të cilët dihen që do dorëhiqen një ditë përpara zgjedhjeve, përpara fillimit të numërimit dhe në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë në legjislaturën e ardhshme, domosdoshmërisht do hyjnë individët që të marrin më shumë vota nga lista e hapur. Kjo është një kontrast të qartë fare edhe nga dy partitë e vjetra që janë me lista të mbyllura. Po dakord, do të bëj një oponencë. Të lutem, do të bëj një oponencë, sepse është më e bukur biseda kur ka dhe oponenca. Zoti Qorri ka deklaruar që ne nuk bashkohemi, pavarësisht se ne kanë kërkuar, thotë, të jemi në koalicion, edhe Shqipëria Bëhet dhe Nisma Thurje. Këta janë, thotë, personazhe pa karakter politik, sepse, thotë, zoti Shabani ka qenë, thotë, tek Aleanca Kuqezi, ka qenë, thotë, edhe si aktivist në forca të tjera politike, sot del me një forcë të re si Nisma Thurje, e cila është një forcë sot e themeluar nga një personazh i akuzuar për mashtrim dhe për korrupsion siç është Besian Pesha, dhe gjithashtu thotë që zoti Lapaj po ashtu ka qenë tek Aleanca Kuqezi si kryetar i rinisë së kësaj lëvizje politike, ka qenë thotë tek çadra e Lulzim Bashës dhe ka lobuar për qenë pjesë e listave të Partisë Demokratike në 2017 dhe 2020, pavarësisht se nuk është pranuar, dhe sot thotë dalin me parti të reja. Këta nuk kanë asnjë ndryshim, thotë ai, nga Agron Shehaj, nga Dash Shehi, nga Lulzim Basha, nga këta të tjerë që në një moment ose nga Ilir Meta janë këtu dhe pastaj krijojnë forca të reja. Dhe thotë që këta po ti duhet prapë do krijojnë një parti tjetër dhe ne për treguar diferencë nga ata, duke qenë se si jemi personazhe thotë pa karakter politik, nuk pranojmë të bashkohemi me këta njerëz të cilët kanë ndryshuar parti duke njësoj si mamadhia dhe ujku, ku ujku lyhet me miell dhe del si mamadhi për të ngrënë kecat. Kjo ka qenë alegoria e tij dhe kjo ka qenë qëndrimi i tij. Si përgjigjesh atë deklarate dhe kjo është pyetja ime e fundit për këtë emision dhe për takimin e sotëm. Unë do të thëj zotit Qorri, nëse ti sheh historinë politike të Europës po së Bashkuara të Amerikës, ti ke udhëheqës politik, të cilët e kanë mbyll karrierën politike me një parti, por e kanë nisur me parti të tjera. Për shembull, rasti më i famshëm është Winston Churchill, që ka drejtuar Partinë Konservatore gjatë luftës dhe pas luftës së dytë botërore, por e ka nisur politikën si pjesë e laboristëve, e partisë kundërshtare. Domethënë, nuk mendoj që ka një virtyt ta kesh shpenzuar gjithë jetën tënde në katedër,
edhe të dalësh një ditë dhe të thuash tani unë pa parti dhe të thuash që këta tjerë që kanë qenë në disa parti apo në disa grupime politike të reja, këta janë jo legjitim. Për shembull zoti Shabani dhe zoti Lapaj, që unë nuk kam marrë thotë mbrojtës, ata e mbrojnë vetë, kanë qenë vetëm kalanca kuqezi në një orin time dhe në asnjë forcë tjetër politike. Kanë qenë në taksim tek çadra, janë me video se kanë nxjerr media Troel. Se dia e ke parë, po ka shkuar aty dhe zoti Lapaj. Çadra nuk është parti, çadra është një event. Dakor, po shprehur që Lul Basha duhet të jetë kryeministri i ardhshëm, qeveria korrupsion. Domethënë ka bërë pak a shumë një lloj promocioni Lulzim Bashës. Dakor, por këta kanë qenë njerëz të involvuar në është një lloj tani sigur unë për shkak tani unë tani po mbështet Shqipërinë bëhet në 10 vite apo në 5-6 vite ne unë mund të ndryshoj mendim për arsye të ndryshme dhe nuk ka sens që mua të më nxjerrin çfarë un kam thënë në të shkuarën sepse realiteti politik është dinamik, ndryshon dhe kjo është thjesht politika dhe këta individ që janë angazhuar në politik dhe në periudha të caktuara kanë pasur një angazhim të caktuar. Ajo që unë shoh ke një individ, ke një lider, ke një udhëheqës, është integriteti, është pastërtia, është edukimi dhe është modeli që sjell. Zoti Qori për mua meriton respekt vetëm në një aspekt që është haptas ideologji, domethënë ka ideologji. Dhe konsistenca e tij meriton vlerësim. Meriton vlerësim. Pra unë mendoj që unë me zotin Qori nuk kam asgjë të përbashkët ideologjikisht, mendoj që zoti Qori është një majt ekstrem. Partia e tij profeson progresizmin radikalist, pra shtetin sociale, shtetin zhvillimor e gjithë droçkullat që në fakt duken ngjajnë bukur por nuk funksionojnë në asnjë vend po ti vësh në praktik. Sidoqoftë ka konsistencë ideologjike dhe ideore dhe meriton respekt. Thotë unë besoj që e majta demokratike, si duam ne ta provizojmë të majtën demokratike, pa ja këtë bindje politike ka dhe e ka të hapur. Dhe kjo është shumë e mirë, shumë pozitive, mendoj që është e shëndetshme për demokracitë të ketë të gjitha rrymat politike. Po ashtu dhe zoti Sheha mendoj meriton respekt në këtë aspekt, sepse ai del qartë me një model libertarian politik, të bërit politik, pra beson ke libertarianizmi, ke djatha liberale, ke tregu lir, ke shteti i vogël dhe ka një filozofi të qartë politike. Parti për shkak se Shqipëria bëhet Denis Mathuri nuk e kanë këtë gjë. Unë ja kam rekomanduar ta bëjnë. Zoti Lapa e vet ka dalë kjo opinioni dhe ka thënë ne jemi partia e qendrës së djathtë. Edhe se nuk ka artikuluar shumë tezat që qendrës së djathtë, por ka dalë ideologjikisht, kjo nuk është se ka marrë shumë kohë televizive, por që ai që ne shohim ka pashiko, ç'është ashtu në Shqipëri. Flitet për demokratizimin e vendit. Demokratizimi bëhet me listave të hapura. Cilat parti të reja i kanë listat e hapura? Me sa di unë të paktën, është nisma Shqipëria bëhet, është grupimi vetëm nga ato të rejat që i ka listat e hapura, që ka dalë me listat e hapura. Kjo është një gjë për mendimin tim për tu lavdëruar dhe për tu duarkitur. Jam dakord me ty, po e di kur merr vlerë lista e hapur për ta përfunduar miku im. Lista hapur me vlerë kur ti ke konkurrent, të cilët nuk janë anonim, pra brenda kësaj liste ku kjo është një garë e hapur, le që nuk bëhet gara e hapur kush merr më shumë një votë, gara e hapur quhet kur del sistem mazhoritar. Një zonë, dy personazhe përballë njëri tjetrit, jo lista e hapur ti je përballë shokëve të tut listës. Ajo është konkurrencë brenda partisë. Dhe dihet që aty zoti Lapaj është më i njohur. Dhe normalisht ata të tjerët ne kemi kërkuar në studio dhe nuk është se kanë pasur ndonjë aktivitet të madh publik. Për ashtu zoti Nduleviç, i cili ka vetë aktivitetin e tij publik dhe është i njohur, edhe një sër tjerë individë siç është zoti Shabani dhe zoti Pano Soko, pjesa tjetër janë pedagog shumë mirë, avokat shumë mirë, por se kanë pasur një karrierë mediatike dhe nuk është se janë të njohur. Në këtë kuptim, lista e hapur është garë me njëri tjetër, nuk është garë me kundërshtarin. Lista e hapur merr kuptim në një sistem mazhoritar, ku ti përcaktohesh në një zonë, e zem njësia 5 ose njësia 8. Dhe zoti Lapaj del përballë Elicas Piropalit ose përballë Tauland Ballës, përballë Flamur Nokës, përballë Gazbardit e ku diun dhe aty përballë këtyre kundërshtarëve ti merr shumicë votash dhe zgjidhesh deputet. Kjo është lista e hapur, nuk është lista e hapur. Do marrim më shumë kryetari i partisë apo një antar i thjeshtë i saj i cili është vënë në listë. Shiko, po jemi realist. Për mua është fillim pozitiv, sidoqoftë. Domethënë un jam në tjetën val mendimi me ty që sistemi mazhoritar është më mirë se sistemi proporcional që kemi ne tani, apo do ishte edhe më i mirë se sa një sistem proporcional me kombëtar, pra me një zonë dhe me lista të hapura. Un prapë jam për sistem mazhoritar. Thën kjo,
në këtë sistemin proporcional që ne kemi, 1/3 listat mbyllura dhe 2/3 listat hapura, sa më shumë listat hapura të jenë, sa më shumë parti kandidojnë me listat hapura, aq më mirë është se sidoqoftë ka zgjedhje brenda partive. Kjo është kulturë e mirë, nuk është domethënë në çdo parti, se për shembull shif PD-n që ku bën primaret. Pra, ka shumë njerëz që kanë marrë më shumë vota se zoti Berisha në primare, apo më shumë vota sa njerëz të afërt me zotin Berisha. Pra nuk është e thënë ajo. Pra edhe ke po themi që Shqipëria bëhet, nuk është e thënë që zoti Lapaj do marrë më shumë vota brenda partisë. Mund të ketë individ si zoti Duleviç, për shkak që ti e përmend Azmerin, që mund të marrë më shumë. Pra, duhet demokracia brendshme brenda partive, sepse nxit konkurrencën. Dhe unë mendoj që zgjedhjet e 2025-s, dhe ti e di që unë jam njeri shumë ideologjik, do doja që të kishte ideologji, nuk janë në fakt, nuk janë të lidhura me ideologjin, janë të lidhura me a do vazhdoj Shqipëria të merret peng nga ky model i vjetër, pra nga punon gjithë antarësia që të zgjidhen 3-4 parazitë rreth kryetarit, apo do shkojë Shqipëria te një mbretëri të ri ku ka konkurrencë politike, e qartë. Jashtë partive. Dhe konkurenca politike është në funksion të ndryshimit, nuk është në funksion të karrierës individuale të personave. Je sakt dhe i ke vënë pikën mbi i.